Ne në arrit nga gjyshi dhe nga gjyshja, se mami kishte një divorc, edhe në arrit nga gjyshja, me shumë dashuri në arrit. Në mosh 15 vjeç jam martu, në 17 vjeç jam bërë nën për herë të parë, ku kam qenë 21 jam bërë nën për herë të dytë, kam qenë 24 vjeç, më ka vdekur burri, më ka lënë 2 fëmijë të vegjël. Kena vujt shumë me problemet në shtëpi, se kam pas vetëm një dhomë shumë të vogël. Kisha 2 fëmijë të vegjël që kishin nevojë me shku në shkollë në Kopësh, që si kisha mundësit. Po ja kam dalë me halle, kështu po jam përpjek që fëmijët t'i shkolloja, dola në rrugë t'u shit rroba të përdorura. Ishte vetja zgjidhje se s'kisha asnjë lloj, se dhe fëmijët duhet të shkoshin në Kopësh, në duhet me ishin nga shkolla, edhe kjo ishte një mundësi që mund t'isha vete punësume aty që të lëvizsha, që të shkoja, t'i kushtoja dhe fëmijëve, që t'i çoja në shkollë, edhe në Kopësh, edhe kjo ishte vetë zgjidhja që unë të bëja. Sepse në rrugë ke dhe probleme kur s'je rregull me ligjin. Se shumë herë duhet merresh mallin, duhet ikësh, mund ta merrnin, pagoja gjoba. Në një herë se merja mallin fare, s'kisha mundësi me policin. E ishte shumë e vështirë, në fakt. S'ishte e lehtë që unë të shitësha në rrugë, pa letra, pa asiguracion, pa gjë. Por në mëngjes i çoja, para që të hapsha mallin, i çoja një në Kopësh edhe një kisha në shkollë klas parë. Kur vi në drek, e mbyllja mallin, merja fëmin nga shkolla, unë shqeja dhe dilja prap. Edhe i leja në shtëpi, në 2-3 orë i kam pas lënë vetëm. Fëmijët i kam shkollu, kjo ishte për mua një arritje madhe për fëmijët, që i kam të dy kanë shkollat mesme. I kam shkollu, edhe kjo jam shumë e lumtur për këtë. Fëmijët i kam rregullu. Unë gotën e kam martu me, djalin e kam martu, janë shumë mirë dhe me punë, ka një punë shumë të mirë të dy. Kjo është arritje e madhe për mua. Po, kam rrallë parë kisha dhe punën që duhet punoj dhe sot duhet t'jem në punë, se pa punë nuk arrit asgjë. Kam fituar një grant me një të bashkisë të Shtetit e Grave. Kam hap një biznesin timin, edhe sot jam shumë e lumtur se jam në rregull me letra, me shtet, edhe siguracionet jam të i përngu të rregullta, edhe mendoj që edhe unë të marrë ca veçësi pune, që të marrë një pension, se mos varem nga fëmijët, edhe jam shumë e lumtur. Sot jam më mirë, kam një biznesin timin, nuk e mbyll më madhin, në bobo erdi policia, unë policia bashkiake, më vun gjoba, më morën madhin. Sot jam shumë e qetë dhe jam shumë e lumtur. Edhe kjo ishte një mbështetje madhe për mua, se ndjem dhe më mirë, edhe ndje veten shumë mirë. Mesazhi im është kë, radhë parë, duhet bëjnë shumë të forta, mos i shfrytëzojnë fëmijët i shkollojnë. Kjo do jetë teti më i madh për një nën që fëmijët i shkolloj radhë parë, të edukoj, edhe të heci përpara, të bëhet e fortë, kështu e mendoj unë.